ti shkon që të bëj e cila sot dikur ka qenë $1 i shpenzuar në sport është $3 kursyer në shëndetësi, tani është 1,6. Pra $1 i shpenzuar në sport është $6 i kursuar në shëndetësi. Kjo është një temë ti e çon fëmijën të bëj sport, edhe ai të takson 20%. Pyetja e fundit sepse do kalojmë tek ajo. Kazinot në Shqipëri e kanë 6%, sporti e ka 20%. Kjo është shumë e bukur. Nuk mbarojmë, këto do bëjmë dhe emisione të tjera. Pyetja e fundit është të ardhurat të munguarat të futbollit shqiptar. Biseda që kemi bërë bashkë, më ke thënë që këta s'din marrin para nga interneti, nga nga YouTube-i, se çka ta, për shembull. Nëse ti hap Bet365-ën, këto faqet e mëdha ata të UEFA-s apo i thua ti nga Jo, është e thjeshtë, nuk kanë përveç ekspertëve tuaj që kanë ardhur dhe kanë thënë që do duhet. Kanë ardhur ekspertë tuaj në Shqipëri. Në cilin vit? Përpara 2 vjetësh, 3 vjetësh. Para 2 vjetësh kanë ardhur dhe kanë mbledhur ligën, kanë mbledhur ligën profesioniste. Çfarë kanë thënë ata atyre? Dhe kanë thënë që ju keni mundësi për të komercializuar kampionatin, për të siguruar të ardhurat që xha ju takojnë etj etj. Përveç këtyre të zakonshme që marrin drejt televizive. Nëse ti hap Bet365 do të shikosh një ndeshje Tirana Partizani që kuotohet aty, nga koeficientët, nga statistikat që shpërndajnë kompanitë statistikore. Online, ndeshjet online. Nga transmetimi i ndeshjes Bet365 dhe e transmeton ndeshjen nëse ti do ta shikosh, nëse ti ke një akaunt tek Bet365. Ai transmetimi i ndeshjes mund gjenerojnë €500,000 për ligën shqiptare. Dhe këta nuk i kërkojnë apo ata nuk i japin? Këta nuk janë zotët t'i marrin se do të kesh kapacitete për t'i marrë. Si? Pra është mungesë organizimi, është mungesë organizimi. Pra do t'i kërkosh atyre parat pra. Po do të kesh dhe në të kundërt ti thua nuk do të transmetosh ndeshjen.